Përshëndetje shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për investimin në AR. Pasiguritë e vazhdueshme gjeopolitike dhe rritja e çmimit të AR-it, sidomos gjatë vitit 2025, ka shtuar interesin për AR-in si alternativë investimi. Për të folur për mundësitë që ofron tregu shqiptar lidhur me investimin në AR, kemi të ftuar sot në podcastin ton zonjën Klodiana Xhepa, përgjegjëse e këmbimeve valutore në Credence Bank. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, Klodiana. Faleminderit Ersuin, përshëndetje, gëzohem që jam këtu midis jush për të folur mbi këtë temë. Kënaqësia është e jona. Në radh parë, çfarë mundësish ofron tregu shqiptar për të investuar në AR? Credence Bank në fakt është e vetmja mes bankave tregtare që e ofron këtë mundësi investimi. Si është i ndërtuar produkti dhe çfarë u ofron investitorëve? Në këtë moment Credence Bank ofron produktin AR në dy trajta, në formë fizike dhe në formë të produktit financiar account based. Në formë fizike, klienti mund të ofrohet pranë sporteleve të bankës Credence dhe të kërkojë të blej AR në formë lingotash ose monedha të cilat janë të standardizuar sipas standardeve ndërkombëtare nga ana e pastërtisë dhe cilësisë. Ndërkohë që në trajtën e produktit financiar account based është parë si një produkt investimi. Tashmë AR-i, duke patur një kërkesë dhe një rritje interesi në tregje ndërkombëtare, është parë dhe në tregun tonë që vihet re së fundmi, ku tashmë investitorët ose më saktë konsumatori, qytetari, është duke u orientuar drejt investimeve në diversifikim të portofolit të tij, duke parë këtë si një aset i cili i jep besueshmëri dhe siguri. Në formën e accountit, klienti mund ta blejë dhe mund ta rishes duke përfituar dhe në terma afat shkurtër nga luhatshmëria e çmimit të AR-it. Këto janë dy forma deri tani që ne ofrojmë, por në vazhdimsi është një rritje e këtij trendi dhe duket që ka një qasje drejt si në tregjet ndërkombëtare, ku do të bëhet një produkt akoma dhe më i strukturuar. Çfarë përparësish ofron AR-i si alternativë investimi dhe cilët individ apo subjekte mund ta konsiderojnë investimin në AR si një mënyrë për të diversifikuar portofoljet e tyre të investimit, sidomos? Tani në periudha, sidomos 2 vitet e fundit, çmimi i AR-it ka shënuar një rritje rreth 40 deri në 45%. Kjo është parë mjaft me interes dhe nga investitori shqiptar, të cilët ruajnë këto lloj investimesh. Në rastin konkret, AR-i është duke u parë tashmë si një aset i qëndrueshëm, i cili ka rezistuar kohës si në vlerë, ashtu dhe në vlerë më tepër, duke ruajtur, duke bërë të mundur që të ketë një qëndrueshmëri dhe në portofolin, balanson riskun dhe diversifikon portofolin e investitorit. Në rastin konkret, në periudhat ku kemi një pasiguri gjeopolitike, ku luhatshmëria e normave të interesit është prezente dhe presioni inflacionit ka orientuar investitorët drejt këtij produkti. Kështu që si aset është mjaft i rëndësishëm për t'u pasur në portofolin e investitorit shqiptar. Tashmë ai po shikon jo vetëm në terma afat shkurtë për të krijuar përfitime nga luhatja e çmimit, po për ta patur, le të themi, si mjet që diversifikon portofolin e tij në afat gjatë, si stabilitet, si aset stabilizues. Tendenca në rritje të çmimeve të AR-it, sidomos gjatë vitit 2025 pjesërisht edhe në fillimin e 2026, si është reflektuar në interesin e investitorëve? Pra, keni konstatuar që investitorët kanë qenë të ndjeshëm ndaj këtij trendi dhe ka pasur një kërkesë më të lartë për të investuar në AR? Po, në fakt e vërteta është që gjatë viteve të fundit, 2 viteve të fundit, pavarësisht edukimit financiar ku konsumatori shqiptar ende ka mungesë të edukimit financiar për asetet, për produktet alternative, por duke patur një rritje të çmimit në tregje ndërkombëtare, ky produkt është parë si një produkt atraktiv për të futur dhe për të diversifikuar në portofolin e investitorit shqiptar. Ka patur një rritje të çmimit të AR-it dhe kjo ka ardhur sa herë ka tensione gjeopolitike, AR-i shikohet si një referencë
si një aset i cili është atje i qëndrueshëm, transparencë dhe jep siguri. Në rastin konkret në Shqipëri është për të theksuar dhe vlen për të thënë që ari kur trajtohet si një produkt fizik, ka të përfshirë në çmimin e tij dhe kostot e doganës, ka trajtimin fiskal i cili e rrit çmimin e tij deri në finale. Dhe konkretisht kjo ndikon deri diku negativisht për të bler, për të investuar. Le të themi që mbi bankat tregtare, të cilat blejnë arin si mall fizik, aplikohet TVSH-ja, gjë që në TVSH, sipas praktikave europiane, ari investuar duhet të përjashtohet nga TVSH-ja. Në tregun tonë vendas, bankat tregtare i nënshtrohen në fakt TVSH-s, përveç ekskludimit që ka Banka e Shqipërisë në këtë produkt. Në qartë, pra kemi një... Pra kjo rrit deri diku dhe ngandalson zhvillimin e këtij segmenti. Kemi një trajtim fiskal pak të ndryshëm nga ajo që është praktika ndërkombëtare, pra, sipas jush. Pra, ngarkesa me TVSH e frenon zhvillimin e tregut për investimin në ar fizik, apo jo? Po, kjo ka ndikuar, e ka, le të themi, pavarësisht kësaj, trendi ka qenë pozitiv. Pavarësisht këtyre që çmimi ka qenë disi i lartë krahasuar me tregje ndërkombëtare, trendi ka vazhduar të jetë në mënyrë të qëndrueshme dhe disi me një rritje vit pas viti në mënyrë graduale. Tashmë qytetari po mësohet dhe po ndryshon dhe qasja nga qasja tradicionale drejt depozitave, drejt kursimeve. Tani kemi dhe këtë produkt i cili po bëhet pjesë e portofolit të qytetarit, të investitorit, të biznesit. Cilat janë tipologjitë kryesore të investitorëve në ar nga përvoja juaj? Pra, praktikisht kush investon në ar në përgjithësi në Shqipëri? Kemi investitorë të cilët duan të ruajnë kursimet e tyre në afatgjat dhe nuk trëmben nga luhatja e çmimit të tij në tregje ndërkombëtare. Kemi investitorë të cilët kanë dashur të diversifikojnë liquiditetin e tyre, portofolin e tyre, duke patur aty si një aset i cili ka balancuar riskun e investimeve të tjera. Dhe kemi dhe investitorë të cilët përfshihen në këtë produkt duke e pasur si një produkt hedge ndaj produkteve të tjera. Dinamika e çmimeve të arit, siç e tham, ka shënuar një rritje të fortë, sidomos gjatë vitit 2025. Në këndvështrimin tuaj, cilat kanë qenë arsyet kryesore? Arsyet kryesore që kanë çuar në rritjen e çmimit të arit janë tensionet gjeopolitike, janë niveli i lartë inflacionit, që është kudo në botë globalisht, si dhe politikat monetare, të cilat së fundmi ka qenë politika lehtësuese. Gjithmonë kur kemi ndërthurjen e këtyre komponentëve, të këtyre faktorëve, ari është atje si si pikë reference. Dhe në fakt mund të them që ari mat nivelin e frikës së tregjeve. Në momentin që sepse është i vetmi aset i cili nuk lidhet me një institucion të vetëm, nuk lidhet me një monedhë të vetme, por është aty dhe do të qëndrojë historikisht duke ruajtur fuqinë blerëse të këtij. Megjithatë, pas shpërthimit të krizës fundit në lindjen e mesme, duket që ka pasur një tendencë pak të ndryshme, pra kemi pasur një rënje të çmimeve të arit. Ndoshta për shumë ekspertë dhe investitorë ka qenë deri diku e papritur, nëse nisemi gjithmonë nga premisa që tensionet gjeopolitike duhet të nxisin një rritje të mëtejshme të çmimeve të arit. Pse ka ndodhur kjo sipas jush? Unë mendoj që këto janë korrigjime. Domethënë, tregu nuk reagon gjithmonë në mënyrë lineare. Këto janë korrigjime të vogla të tregut, dhe kjo mund të ndodhë për shkak të kthimit të fitimeve që marrin investitorët her pas here nga blerja dhe nga shitja e këtij produkti. Por gjithashtu është dhe pritshmëria e politikave. Domethënë, nëse tregu ka qenë në pritje të një politike shtrënguese të tregut, çmimet bien. Ndërkohë që kur kemi politika monetare lehtësuese, çmimet ngrihen. Por këto janë në terma afatshkurtë, pasi trendi afatgjat i arit mbetet dhe është dhe varet nga faktor strukturor dhe të qëndrueshëm, jo vetëm nga këto ciklet e vogla dhe afatshkurtë. Janë faktor të momentit.
Dhe nëse do t'ju pyesja për një parashikim ose për pritshmëri për ecurinë e çmimeve të Arit, të paktën në vazhdim gjatë vitit 2026, nuk mund ta përcaktoj tamam se sa mund të jetë, po për sa kohë bankat qendrore vazhdojnë të blejnë dhe po akumulojnë në rezervat të tyre me mirat tonë e Ari, kjo më percepton që çmimi i Arit sërish do të ketë rritje. Për sa kohë do të kemi sërish të tensione gjeopolitike, gjithmonë njerëzit, investitorët apo qoftë dhe individët do të strukturohen, do të drejtohen më saktë drejt këtyre aseteve të cilat janë të mirë strukturuara, asetet të cilat nuk u ikën vlera ndër vite. Pra, nuk mund të themi që ndryshe nga asetet e tjera të cilat kanë një varen nga tregjet financiare, Ari si aset më vete nuk varet nga këto tregje financiare. Pra, ai do jetë aty për sa kohë do të ekzistojë niveli i lartë i pasigurisë, niveli i frikrave në botë, dhe do të kemi këto, le të themi, pasiguri dhe nga ana e politikave monetare. Çmimi i Arit do të jetë në rritje. Lëngjeva, ju faleminderit. Faleminderit ju.